Ju ka rënë telefoni në ujë, ja çfarë duhet të bëni menjëherë. Hiqeni telefonin nga ujë sa më shpejt të jetë mundur, edhe një sekond më shumë mund të jetë i çmuar. Fikeni dhe mos bëni gabim ta provoni menjëherë ta ndisni. Një presion i vetëm i tastit të ndezjes mund të spostonte ujë në qark. Mbajini telefonin vertikalisht dhe hiqni të gjitha pjesët që mund të ndahen, si bateria, karta SIM, kasa e të tjerë. Mos përdorni kurrë furrën apo mikrovalën për ta tharë. Mos përdorni tharësen e flokëve sepse mund të shtyjë ujin akoma dhe më brenda. Thani sa më shumë të jetë mundur me delikatesë pjesët me një copë letër ose letër pambuku. Lëreni të thahet pa u ndezur për të paktën 24 orë në verë dhe 48 deri në 72 orë në dimër. Vendosni pjesët në një tas të mbushur me oriz ose silika gel, si ato që gjenden te kutitë e këpucëve. Mjafton një natë. Dhe rimontojeni telefonin me kartën, baterinë dhe vendoseni në karikim dhe pastaj ndiseni.